kena Po me këta procedojmë me këto të tjera dhe Po. e koridorit të Po patjetër, ne kemi kashar lekaj, të cilën e kemi në fazë përfundimi të opondencës teknike dhe jemi në fazën përmbyllëse të dokumentacionit në mënyrë që në ana e kontraktorit të fillojnë. Të gjitha rrugët e tjera, këtu lidhemi dhe me bypassin e Tiranës, e cila dhe ajo është Milot Baldreni. Milot Baldreni është në fazat përministri është në fazat përmbyllëse të procedurës. Unë mendoj që shumë shpejt, ndoshta për 2-3 javë, do kemi shkallën e fituesit. I kemi dhënë përparësi, ajo është një rrugë që bën edhe shpyrjen e qyteteve të veriut, kryesisht Shkodrës dhe Lezhës, dhe është procedurë që ne e kemi me shumë prioritet. Mendojmë që jemi në rrugët finale, pra është duke u përmbyllur vlerësimi dhe do kemi një shkallë fituesi, besoj për maksimumi 2 javë diçka tillë, sepse jemi të gjithë në fazën përmbyllëse. Ajo në sidomos gjatë sezonit veror krijon atë zhbllokimin e gjithë bregdetit adriatik, por edhe kryeqendrës së Shkodrës, së Lezhës, dhe mendoj se jemi drejt fundit.